Ndërkohë ne po fillojmë me përgatitjen e këpurtave. Po. Brenda. Nashta me marrë një thikë se mos kona... Ndërsa ti unë kisha të supa këto arrat. Për ndryshe len, e di që disa nivele të ulta të vitamines D, për shembull, nuk është që mund t'i arrim thjesht me ushqime, por ndihmojnë shumë, apo? Po, kanë, për shkak se kanë proteina dhe yndyrna qëndeshme, ndihmojnë edhe nëse i tu përdor vitamin D3, ndihmojnë. E shtyn procesin më shumë. E shtyn procesin më shumë. Normal që ushqimet kanë sasi shumë të vogël, edhe nuk mujna me kompenzu mungesën, po kushte normale nëse s'ka mungesë vitamines D, normal që mjafton edhe përmes ushqimit edhe normal kontakti me diell. A i humb vlerat kur përgatitet, fërgohet ose kur zihet? Këpurta? Po. Jo, absolut. Normal preferohet mu përgatit. Çdo herë. Ndërkohë, ka ndonjë rëndësi të veçantë me çka kombinohet len, për shembull me peshk, me pul, me... A ka ndonjë ushqim me të cilën zguxon me u kombinu? Për shkak që ka proteinat mjaftueshme, përmendaj preferohet edhe me mish, zakonisht ndoshta me mishin e bardh, për shkak që mishi kuq ka shumë kalori. Kjo ka proteinat mjaftueshme edhe ka përmendaj shumë tepër pak kalori. Edhe kjo preferohet për shembull me mishin e bardh ki shku shumë mirë. Po edhe me të kuqe mos me tepru me sasi. Po kryesisht purdhat preferohen për mi marrë vlerat ushqyese mu përgatit kështu vetë, edhe mu hungër vetë, po nuk është që ka ndonjë kështu